O miqtë e mi, sot do t'u tregoj edhe disa gjërat e tjera se si kemi jetuar ne motrat. Në fillim, jeta në Morneze, në kolegj, ishte shumë e vështirë, sepse ne ishim shumë motra dhe shumë vajza, por ishim edhe të varfra, nuk ishim edhe shumë gjëra, as për të ngrënë, as për të vesh, as për të larë. Jeta ishte një çike e vështirë, por ne jetonim gjithmonë me gëzim. Për shembull, kur nuk ishim ujë, merrnim disa kosha, i mbushim me rroba dhe shkonim tek lumi i Mornezës për të larë rrobat. Ne duke shkuar rrugës, nuk qanim fare ose ankoheshim se lodhemi, por këndonim, kërcenim rrugës me njëra tjetrën dhe ishim shumë të lumtura. Gjithmonë kemi jetuar në gëzim. Por edhe disa herë, për shembull, na mungonte ushqimi, vite motra që gatuante dhe na thoshte: Maria Mazzarello, ne nuk kemi mamill sot, si t'ja bëjmë? Dhe unë i thoja: pa problem fare, eja, të shkojmë në pyll, atje ka shumë gështenja. Të gjitha së bashku me vajzat shkonim te pylli dhe pjeknim gështenja, o sa të shijshme ishin ato gështenjat e pjekura, edhe vajzave ju pëlqenin shumë. Edhe atje kur shkonim, loznim, kërcenim, jetonim në hare njëra me tjetrin, po ashtu ulshim dhe bënim një lutje të vogël Zotit për ta falendëruar për të mirat që çdo ditë na dhuron. Pra, Zoti është gjithmonë me ne, nuk na braktis kurrë, edhe kur nuk kemi për të ngrënë, e gjenë mënyrën se si ne të ushqehemi. Por pastaj, në Morneze ka dhe shumë njerëz të mirë që na duan fort dhe her pas here ato na sjellin rroba, na sjellin ushqime dhe gjëra të tjera që na shërbejnë për të jetuar mirë dhe të lumtura. Dhe ne motrat çdo ditë lutemi për njerëzit që na ndihmojnë dhe që na qëndrojnë afër. Mirë, janë 2 gjërat e vogla që ju tregova sot. Dëgjohemi herën tjetër. Ju përshëndes, miru pafshim.